poshtrim i familjes, është poshtrim i qytetarit. Një ditë tjetër ta kisha kam një kështu, tha që shpon puse. Ishte duke net aty të shtëpia, nuk isha duke shpur puse tha inspektori rendit. Tha e bisedonte me një tjetër, sa lek ti marrim atij që ka këtë që shpon puse. Çfarë lekësh mos do të rritet, tash unë jam duke punuar. E di çfarë të bëjmë tha, marr tani Çemburg. Po çfarë jam duke bëmë, hajde provoje të hajde Çemburg. Ky është një poshtrim. Pra përveç varfërisë, kemi të bëjmë edhe me një poshtrim familjes të dinjitetit. Dhe ajo çfarë mos qetëson më shumë është se është reale diktatura. Njerëzit kanë frikë, më besoni, i thu të takohemi dikush, shiko patjetër thot, bile edhe të shkruaj thot, shiko sa aman se s'kemi dokumentat e shtëpisë. Nuk po na japin dokumentat e shtëpisë. Një burr çantën pas kuçan. Sot jo se janë probleme që duhen ngret, pastaj do të dalim çato të bëjmë ne. Një burr thoshte kështu, çante, vllajt tim Morllatha ja kanë dhënë certifikatën e legalizimit, ka pagu 8.000 euro, mu nuk ma kanë dhënë. Një tjetër tha ma kanë dhënë shtëpinë vetëm të legalizuar tokën jo vetëm marrë me parashut. Raste të tilla zoti Dojgjani ka pafund në Shqipëri. Po pse duhet të ketë në 2025-ën? Në Tiranë, në zonat rurale, në zonat urbane, ka raste të tilla, ne i shohim, ka probleme. Te njësia 3, shkova ishte një rrugë, një ditë më fal, me gropa mu para njësisë 3, aty kam unë 2 motra, 2 nipa, vllajin, do më thënë, pothuajse djem hallësh, pothuajse jemi një familje me i pallat. Kanë ardhur, kanë zonë, e kanë njëri pas tjetrit ashtu. Edhe duke bërë një video sepse se kanë shtru rrugën vetëm prej meje, që unë e din që janë vëllezër të mi, njerëz të mi atje, duke bërë një video edhe i kanë marrë në qafë dhe lagjën. Se kjo është një poshtërsi për shkakun tim. Edhe vjen një nën, me zjeste, orë birë, tha shqyqyqet, po qa kemë nën? Shkova edhe me marrë lagjët dhe burët, mi atjo, kanë burët me dialista. 22.000 lekë ngelat e farmacia. Borgjt, mijat nuk janë duke i marrë. Orë është mirim, orë është mirim. Në këtë realitet që ju po përshkruani zoti Dojgjani, përse këta qytetarë duhet votojnë Partinë Demokratike, Shqipëria, Alianca për Shqipëri Madhështore? Dhe me thëmë, përse duhet ta shohin këto koalicion si një alternativ për të dhënë zgjidhje këtyre problemeve që ju renditët këtu? Falenderoj shumë për pyetjen, është vërtet pse duhet votojnë Partinë Demokratike dhe pse duhet votojnë dhe mu. Sepse unë jam edhe kandidat i Partisë Demokratike në listë. Përse ta votojnë Partinë Demokratike mes 11 alternativave që janë në fletën e votimit? Përse duhet të japin votën për ju dhe për Partinë Demokratike? E para, për Partinë Demokratike dhe për mu, duhet të japin sepse shqiptarët, qytetarët e Tiranës, unë jam kandidat për deputet në qarkun e Tiranës, që votojmë Kamës, Paskuqan, në Bathore, në Valijas, në Domne, në Kashar, Njësi 1, 2, 3, në Kavaj, Rogozhin, gjithë qarkun e Tiranës. E para, Partia Demokratike ka një program cilët fillon me minimum jetik. Me atë nënën që thash që merte 97.000 lek pension dhe dilte se i kishte ilaqet, nuk i dilin sa i kishte pensionin për t'i blerë, ne kemi vendosur minimum jetik. Nëna do rritjen e pensionit, zoti Dojgjani. Aja rrit Partia Demokratike pensionin kësaj nëne? Po, këtë po them unë. Ne e para do vendosim minimum jetik. Çfarë do të thotë minimum jetik? Çdo qytetar, 200 euro për çdo qytetar në Republikën e Shqipërisë, që s'ka të ardhur deri në 200 euro. E dyta, pensionistët nuk do të ketë pension më pak se 200 euro dhe do t'i rimbursohen të vësheja ushqimeve që shkon parafërsisht 450 euro në vit. E premton Partia Socialiste? 450 euro në vit. Partia Socialiste e premton tani që e pasë është duke ikur nga pushteti për t'i mashtruar se që 12 vjet Partia Socialiste ka pas në dorë dhe këto nëna që unë i tregova i kam rrjetet sociale, hanin buk me gjethe hudhre, që ishte të mërshme, që e tjetra ngel 22.000 lek borxh tek farmacia, du ta kishte bërë që 12 vjet nëna, kjo qeveri. Dhe kjo qeveri vetëm ka mashtruar se do t'i një mashtrim edhe dhe kësaj. Pra, ne do të vendosim minimumin etik, nuk ka pension në 200 euro, plus paketa që do të kompensohet 450 euro. Do të ulim çmimin e energjisë elektrike për familjarët në 7 lek dhe për biznesin në 6 lek, sepse do t'i japim një nxitje, një mbështetje të madhe biznes. Sa e ka biznesi energjinë elektrike sot? Katastrofë. Ujë, do të përgjithmohen tarifat e ujit. Pra, ne do të ndikojmë, do mbështesim biznesin. Biznesi do të ketë 180 milion lek në vit, do të jenë 0 taksa. Pra nuk do të ketë taksa për të rritë. Në 5 vitet e parë që do të kthehen nga emigracioni, nuk do të kenë taksa në qoftë se do të investojnë
në biznes. Do t'ullim çmimin e karburantit. Karburanti është një tmerr i madh. Gati ne kemi pa me 2000 lekë litrën e karburantit, ndërkohë me tarat që marrim është një absurditet i